Alhamdulillah wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimin të nësit takon vetëm Allahu subhanahu, atë lusë edhe ati përgjërom që ta lavdroj dhe ta bekoj dhe unë e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të përgjërom. Të në lezër, tema e njohjes së fesë është temë e gjanë. Dhe një prej rrugëve më të mira, rrugëve më të sigurta për me mësu fejen, është interesimi për me mësu renin fejes. Ndonjëherë për shembull mundesh me pas një entuziazëm shumë të mirë ose mundesh me pas një vetdije shumë të lartë, mirë po nëse të mungon njohja mbi renin e fesë ose mbi renin e një domethënie, rrëdhëmisht i vjet që ndoshta nuk mundesh me përfitu shumë prej kësaj domethënie. Për arsye kisha pas dëshirë sonte inshallah me e shpalos si mesazh një rënditje që na mund me morë në sajt të një hadithi që ju krejt e deni. Saksisht është një vërtet që besoj këtë mund mu pajtu, që njerëzit, besimtarët mas shumëti që mundën mu përkushtu është 10 në fundit. Edhe pa më parasysh janë të folë për dietare, janë të folë për avam, janë të folë për evlija, janë të folë për njerëz që angazhohen, janë njoft një badet, apo edhe ata cilët nështë në alojnë pa koment se se janë përkushtum, kur e kanë përkushtimin më të madh, e kanë në 10 e fundit. Mirë po që kjo 10 i fundit, që njerëzit e kanë përkushtimin më të madhin, saksisht e gjejmë që realisht edhe në Ramazan është përgjithësi përkushtimi më i madh i njerëzve gjatë vitit. Domethënë nuk i gjomi njerëzit që shtu të përkushtuar asnjëherë, apo asnjëherë sikurse në Ramazan, edhe asnjëherë sikurse në 10 e fundit. Mirë po këtu kisha pas dëshirë me një voni pyetje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na ka kallëzuar sa më bon natën e kadrit lutjen, apo hadithin e Aishës që shon Imam Ahmedi, që Sheikh Shuabi thotë që hadithi është sahih, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit Aishën radhiyallahu anha, mu lutme Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës e do faljen, falë mua. Pse mu bë bash lutja për falje kur jem mas shumë ti përkushtuar? Lutja që na duhet me bë, çdo 10 është lutje që nuk ka të bëjë me pranim, nuk ka të bëjë me shpërblim, nuk ka të bëjë me e gjetë rezultatin e veprës, por ka të bëjë me falje. Ko është logjika, bashkë kur jem më i përkushtuar, për shembull, koncepti i faljes, kur është më i logjikshëm, kushtim shton, mas gabimit, është mas fajit, është masi nuk i qëndru mirë, nuk i dalë mirë dhe lyp falje. Mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar Aishën radhiyallahu anha, edhe rrëdhëmisht edhe neve, këtë si umet, që bashkë kur e ki kulmin e përkushtimit, që atëherë do më thonën me lyp falje. Ko është ajo enigma? E ka dhënë një përgjigje Ibn Rejepi, rahimahullah, po du me e lexu përgjigjen e tij, që kisha pas dëshirë më ka mesazhi i kësaj këshille. Thotë, jemi porosit që të lutemi për falje, domethënë gjatë 10 të fundit, saktësisht natës së Kadrit, në kërkim të natës së Kadrit, thotë nga që robrit e vërtet, pasi të përkushtohen fort në vepra, u duket sikur s'kan bërë gjë. Robët e vërtet, u duket sikur s'kan bërë gjë. Sikur veprat dhe gjendja e tyre s'janë asgjë kundi. E pastaj trokasin derën e Allahut duke kërkuar falje, po njëjtë sikur mëkatarët. Që kjo që mundje sikur mëkatar, mundje si mangët, mundje si fajtor, kjo nuk është aktrim, kjo dush me ndje. Por më konën nata e Kadrit sa 1000 muaj, dush me ndje që ti ki shumë faj. Domethënë ka shumë ditë me gaflet, ka shumë ditë me gjumë, ka shumë ditë me shpërfillje, ka shumë ditë me matje vesh me dynja, të mos matë me ahiret. Dush mund ndje fajtor bashkë kur ban mas shumëti. Na besomi bindshëm që Ramazani ka ardhur për me investu në këtë domethënie, në këtë vetdije, me ardhën që këtë djenjen e mangësisë, edhe rrëdhëmisht me e plotësu nëpërmjet domethënën faljes. A kena një argument tjetër për çeket? Përveç domethënën lutjes së natës së Kadrit. O Zot, ti e falës e do faljem, falem mua, këtë ka të bëjë me falje. A ka argument tjetër që koncepti më madhor i Ramazanit është falja? Janë të 3 hadithet që i shënojmë me Buhariu Muslimi pe Abu Hurajrës. E para, kush e agjeron Ramazanin me iman edhe me përllogëritje të shpërblimit, i falen mëkatet që i ka bërë. Kush fal namaz natë gjatë Ramazanit me iman edhe me ihtisab, i falen mëkatet. Kush e gjallënon me qiyam natën e Kadrit, i falen mëkatet
e më pashme kush e ban me iman edhe me ihtisab. Që është e mundur, këtë koncepti fitores, këtë koncepti suksesit. Në Ramazan u lidh ka me falje. Aty mos shumti që atëherë ki bo vepra. Mos shumti ose mos pastër ti e kon Ramazan. Domethënë nuk je në muajt e tjerë që je domethënë në muajin Ramazan. Ndaj është e rëndësishme mi nxjerr dy rregull ndër vëllezër që kulmi i suksesit është arritja e faljes. Kulmi i suksesit është arritja e faljes. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bijës së Siddiqut. Aisha radhiyallahu anha është rrit me takvallok. Është rrit në shtëpinë e më të mirit, edhe është martuar në shtëpinë e më të mirit. Edhe kjo që u ka në shtëpinë e më të mirit, edhe si çik, edhe si bashkëshorte, duhet me u lut për falje. Kjo duhet më mësu mu lut për falje. Imagjino domethënën të tjera. Domethënë çto hadithe, edhe çka e natës ka ditë na tregon që kulmi i suksesit është me arrit faljen, po jo vetëm kaq. Tregon andi diçka tjetër, që fetaria e vërtet dë ban me menu që ki shumë nevojë për falje. Fetaria e vërtet dë ban me menu që ki shumë nevojë për falje. Domethënë, konceptin e faljes mos me pas si koncept të procedurës. Domethënë Ramazani kanë apo më në fal gjinoat edhe na pe pranomi. Mos më kon pjesë e procedurës, më kon pjesë e vetdijes. Që ti e ndjen që këtë. E ndjen që ti e fajtor. Por kjo si du me analizoni fakt. Shpesh fetarët e kanë të sforcuar domethënien e shpërblimit dhe e kanë më të dobët domethënien e faljes. Domethënien e faljes më shumë e kanë për mëkatarët, më shumë e kanë për ata që janë jashtë xhamisë. Ndërkaq për neve të xhamisë e kena domethënien e shpërblimit. Allah na shpërbleft, inshallah e xhamin ditën e gjykimit. Domethënë ky koncepti e faljes nuk e ka të spikatën. E kjo është shumë rrezik fetari. Domethënë, sa më shumë që shtohet devotshmëria, të shtohet bindja që ti ke nevojë për falje, po qysh sikur ai I cili ndoshta domethënë me vite të tëra ka qenë zhytën domethënë apo gjinoa. Krasoj Ibn Qayyim rahimullahu kur do me shpjegoj çka do të thonë, ja thot kështu. Thot robi shtekton drejt Allahut, u thon drejt Allahut azza wa jall, duke I pa mirësitë dhe drejtat e Allahut. E shes se sa të mirë ka bëu Allahu dhe sa shumë hak ka Allah azza wa jall. Pastaj thot, po edhe duke pa një herazi të metat, mangësitë edhe neglizhimet e veta. E pastaj thot, kur I shet çështu, thot e ka një farë bindje që sikur ta dënonte Allahu te barekuhu teala, dënimi I tij do të ishte shumë I drejtë. Ashtu sikur se janë krejt vendimet e tij. Cili për neve ka që këtë bindje? Cili për neve ka që me na dënu Allahu nuk na ka bo zullum. Me na dëshku Allahu, me na shti Allahu në xhenem, nuk na ka bo zullum. A kena që këtë bindje? Me reflektu se cili qoftë edhe për pak qaste. Me thonë, po, ne kena mendimin e mirë për Allahun subhanahu wa taala. Mirë po, të emenu Allahun te barekuhu teala dhe të I pa punët tona. Të emenu Allahun subhanahu wa taala, të pa shpërfilljen tonë, të emenu Allahun subhanahu wa taala, të pa përgjumjen tonë. A e kish menu që me hina në xhenem I shkon vendimi drejt I Allahut subhanahu wa taala. Për arsye nëse e sheh hakun e Allahut, pastaj e sheh mangësitë tua, thotë Ibn Qayyim rahimullah, që më ardhën këtë vendim sepse thotë robi e di mirë që çfarëdo e mire që e ka. Çdo lloj ibadet që e kena bërë, çdo lloj lutje, çdo namaz natë, çdo në vërtet ka qenë dhuratë dhe lëmosh Allahut për neve. Mos me pasdasht Allahu na si shmikon sot çdo. Mos u paskon Allahu subhanahu wa taala dhe vullneti I tij për më na udhëzu, nuk I shmikon këto mendime dhe këto përcaktime. Që I bie prap ti e borxh te Allahu subhanahu wa taala. Prap ti ai që Allahu të ka bërë mirë dhe domethënë të ka mbuluar me mirësitë e tij, ndaj thot Ibn Qayyim rahimullah, e kupton se lutja më e madhe që ka në sunet për kërkim falje është ajo që quhet sejdul istighfar, koka I istighfarit që bëhet gjatë këtë mëngjesit dhe mbrëmjes. Aty çka është një pjesë, thuhet o Zoti I pranoj mirësitë tua dhe I pranoj fajet e mia. Pse është kjo radhitje I pranoj mirësitë dhe I pranoj fajet? Sepse ka thënë dietar, s'ka mundësi njeri me menu se sa mirë I ka bë Allahu e mos muni fajtor që s'ka bë boll për ato të mira që ka Allahu subhanahu wa taala. Që I bie sa herë që e menon madhështinë e mirësive të Allahut ndaj teje, të shtohet ndjenja e fajit. Shtohet ndjenja, domethënë e fajit. Ndaj nëse na gjithherë shohim si soi veten si gabimtar, gjithherë shohim veten kështu si të mangët, rrjedhimisht shtohemi për mendje madhësisë, shtohemi për vetpëlqimit, shtohemi prej shpërfilljes së përpjekjes për mu afro Allahut, po për herë çdo sen që e kemi, ja përshkruajmë Allahut që Allahu na ka begatuar. Kështu që unë besoj se në çkëtë lutje neve na hartohet, na shkruhet, na skicohet harta e fetarisë. E para, Allahumma innaka afuwwun. O Zot ti je falës. Çka është reni I parë I fetarisë, dush me njoft Allahun. S'mundush me ardha dhe me pas sukses pa e njoft Allahun subhanahu wa taala. Domthon kur ti lutesh e I thua Allahut o Zot ti je falës, sikur se ti ka thënë Zotit e di me kanë kumpun. Apo
Më e para është njohja Allah subhanahu wa taala. Arsye fetaria të cilat nuk orientohen nga njohja bin shpejt. Fetarit, shka janë për entuziazmit, ose për emocionit, ose për vrullit, mundën me ra shpejt. Ndërka fetarit që orientohen, që renin e pare kanë njohjen, janë fetarit stabile 10 gjate. O Zot ti e falë, unë të një. E dyta, tu hibbul afwa, e do faljen. A është e njëjtë me të para? Nuk është e njëjtë. Si kur i thua Allah subhanahu wa taala, dhe kjo është reni i dytë i fetarisë. Jo vetëm që të një, por të menoj ndryshe. Dhe më thonë e para është të një, e dyta ka mendim të mirë për ty. S'mun është me nejt në gatë, s'mun është me nejt stabil, vetë se dush me pas mendim të mirë për Allah subhanahu wa taala. Thonë e një, që falë, edhe ki mendim të mirë se qështu i ka hija Allah subhanahu wa taala që do faljen, edhe pastaj është kërkesa e tretë, edhe dhe më thonë fa'fu anni, edhe të losë më falë muhe. Më thonë kur i thua Allah më falë muhe, nuk jeti abo kërkesën parashtu një herë njohjen edhe mendimin e mirë. S'po ta tham kërkesën çka kam. Veç po të kallzoj ty qysh besoj edhe qysh të menoj. Kështu që nëse në fetari për shembull e fal namazin edhe kësaj të menon, do të thonë Allah e meriton namazin tonë. Pastaj ke mendim të mirë për Allah subhanahu wa taala që Allah ta pranon. Edhe pastaj i kërkon për Allah të pranim. Kjo është harta. Munohesh për fëmijët e tu. Ki njohjen dhe Allahut që Allah meriton që na mi eduku fëmijët e tonë më kon adhurues të Allahut. Kjo është njohja. Pastaj është mendimi i mirë që Allah ka më animu. Pastaj është kërkesa e tretë që Allah më na eduku fëmijët. Pastaj keni kërkesë 3, 4, 5, në çdo pjesë të jetës, çdo pjesë fetarisë, mundesh me menon të kësaj. Ti njëra që sheni Allahun, pastaj ti qysh menon për Allahun, edhe pastaj qysh domethënë e bën kërkesën për Allahun subhanahu wa taala. Kështu që këtu kam dëshirë me morën nga ky mesazh pikërisht çka radhitje, njohja e Allahut, mendimi i mirë për Allahun, edhe kërkesa që ne e pashtrojmë Allahut, me diçka që kërkojmë Allahut te bareke ve taala, edhe katërta me morë si rregull të përgjithshëm që sa herë që të shtohet për kushtimi, të shtohet ndjenja e fajit. Edhe sa herë që të shtohet ndjenja e fajit, shtohet përgjërimi për falje përpara Allahut te bareke ve taala. Dhe sa herë që ndihesh i kompletuar, edhe sa herë që ndihesh sikur ja ke vë kapakun për kushtimit, edhe nuk ndjen nevojë për falje edhe për mbulim të tmetave, me një farformë dush më bëu marak se diçka nuk është në rregull në formulën e fetarisë. Elos Allah subhanahu wa taala netët që na kanë ngel kur ta bëjmë që këtë dua me ndje kësaj. Me ndje që na kena faj, kena nevojë shumë për falje, edhe sa herë që Allah na begaton më kon më të përkushtuar, mos me e djeg këtë përkushtim me vetë pëlqim edhe me ndjenje të gabuara. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.